disiplinur, moderne dhe orientuar drejt së ardhmes. Hendeku midis strukturës dhe praktikës është shqyrtimi. Arkitektura organizative e partisë është në terma formale, do të ekziston. E plot, është e plot arkitektura. Ajo përfshin organe drejtuese të përcaktuara, nivele hierarkike vendimarrje dhe në strukturë dhe një strukturë territoriale që lidh leadershipin qendror me degët lokale dhe antarësinë. Kjo kornizë pasqyron një model tradicional, dhe solid të organizimit politik, të aftë për të mbështetur veprimin e koordinuar dhe harmonizimin strategjik, të paktën në teori. Megjithatë, analiza e brendshme tregojnë se kjo strukturë nuk funksionon në mënyrë të qëndrueshme e praktike. Rolet ekzistojnë, por nuk janë gjithmonë funksionale. Përgjegjësitë janë të përcaktuara, por nuk zbatohen në mënyrë sistematike. Organet vendimarrëse veprojnë, por produktet e tyre nuk përkthehen gjithmonë në komunikim të strukturuar dhe në veprim të koordinuar në të gjithë organizatën. E kuptoni, besoj se po i lexoj me po doni lexoj edhe më ngadalë, por siç vuri në duke një pjesëmarrës në diskutimet që kanë bërë. Struktura ekziston, por më shumë letër se në praktik. Ky konstatim zbërthën një dinamik qendrore. Partisë nuk i mungon organizimi si formal, si rrjet, por i mungojnë mekanizmat që ta bëjnë organizimin funksional. Ta bëjnë organizimin funksional edhe njerë. Vjedhoja është një sistem në të cilin individet veprojnë në një shkallë të lartë autonomie, shpesh për te asaj që është e dobishëm në aspektin strategjik. Ndërsa kjo autonomi pasqyron vlerat historike dhe kulturën politike të partisë, ajo në mungesë të strukturës ka evoluar në fragmentim. Në vend të veprimit të koordinuar, partia prodhon aktivitete paralele që nuk janë gjithmonë të harmonizuara me një mesazh apo drejtim të përbashkët. Shpërbërja e komunikimit si një çështje strukturore është pika tjetër e këtij raporti. Sfidat e komunikimit të partisë nuk janë thjesht një çështje mjetësh apo frekuence. Ato janë të natyrës strukturore. Komunikimi zhvillohet vazhdimisht, por ai nuk udhëhiqet nga një sistem që garanton qartësi, përparësi dhe qëndrueshmëri. Kanalet jo formale dominojnë. Grupet e WhatsApp-it, rrjetet personale, flukset ad hoc të komunikimit janë bërë mjeti kryesor përmes të cilit shpërndahet informacioni. Ndonë se këto kanale mundsojnë përhapje të shpejt, ato nuk ofrojnë një mekanizëm për strukturimin e informacionit ose për të siguruar që ai kuptohet në mënyrë uniforme. Pjesëmarrësit përshkruan, ata që bisedojnë ka fjalën, s'kan bërë konsulta, përshkruan një situatë ku mesazhet janë të shumta, por jo domosdoshmërisht efikase, shumë e vërtet. Po legjër tendenca është merr mesazhin nga kryetari, kur shkon atje në fund, s'ka asnjë lidhje me atë që ka thënë kryetari. Vetëm i partisë nuk është ai mesazh. Se si e pson metamorfozën. Në një kohë kur mesazhi duhet të ketë striktesën e tij. Ky është ligji i mesazhit. Informacioni qarkullon gjërësisht, por pa një hierarki dhe përparësi të qartë. Si rezultat, antarët shpesh përjetojnë mbi ngarkesë. Mbi ngarkesë informacioni në vend të qartësisë. Prandaj është antari që duhet të jetë themeli i procesit të ripërtritjes. Mesazhet e rëndësishme konkurrojnë me informacione më pak të rëndësishme. Dhe nuk ka asnjë sistem për të siguruar që prioritetet kryesore të identifikohen si të tilla. Mbi të gjitha, nuk ka një proces të strukturuar për përcaktimin e mesazhit të partisë,
për një ditë të caktuar. Leadershipi komunikon shpesh përmes konferencave për shtyp, deklaratave publike në media tradicionale sociale, por këto komunikime nuk përkthehen në mënyrë sistematike në udhëzime. Ja pra ku fillon. Më thoni ju mua, a duhet filloj ripërtritja nga unë? Po pa diskutim. Sepse vërtet u dal dhe mbaj një konferencë shtypi, por në raste caktuara ajo do në udhëzim. Ajo duhet shoqërohet me udhëzim. Dhe i shpërndahet, jo gjithë një, dhe i shpërndahet të gjithë partisë. E kapi thot. Por këto komunikime nuk përkthehen në mënyrë sistematike në udhëzime koncize dhe zbatueshme për organizatën më të gjerë, për partitë. Antarët lihet të interpretojnë të mesazhe individualisht, çka çon në variacionin ton theks dhe përmbajtje. Përsëri antari. Përsëri epiqendër antari. Përndryshe, kjo dinamik sjell pa qëndrueshmëri, jo vetëm brenda strukturës, por dhe jashtë saj, kur përfaqësues të ndryshëm komunikojnë interpretime të ndryshme të të njëjtit mesazh. Pozicioni publik i partisë bëhet i paqartë. Në këtë kuptim, mungesa e strukturës brendshme ndikon drejt për drejt në kredibilitetin e jashtëm. Humbja e pronësisë mbi mesazhin. Një nga gjetjet më me peshë të diskutimeve të brendshme është se partia nuk është në mënyrë të qëndrueshme burimi parsor i mesazheve të veta. E kuptoni? Në vend të kësaj, antarët shpesh mbështeten tek mbulimi mediatik për mbledhjet në rrjetet sociale ose interpretime të palëve treta për të kuptuar qëndrimin e partisë për çështje kryesore. Ripërtritje dhe vetëm ripërtritje në komunikim. Shiko ku jemi. Në vend që partia të përcaktojë mesazhin e saj dhe të shpërndajë atë brenda strukturave përpara se ai të dalë në hapësirën publike, para se të dalë në hapësirën publike, do të shkojë antarëve, procesi shpesh ndodhe kundërta. Leadershipi komunikon publikisht, mediat e interpretojnë dhe rifitojnë mesazhin dhe vetëm atëherë antarët bien në kontakt me të, shpesh përmes informacioneve të fragmentuara për të mos thënë edhe të manipuluara nga mediat. Është shtesa ime, se thot të pa plota, thot ky. Rezultati është humbja e kontrollit. Narrativa e partisë nuk formsohet më ekskluzivisht nga brenda, por ndikohet nga autorë të jashtëm që veprojnë sipas prioriteteve dhe logjikës së tyre. Kjo jo vetëm që krijon paqëndrueshmëri, por gjithashtu minon aftësinë e partisë për të vepruar në mënyrë strategjike. Mungesa e disiplinës dhe llogaridhënies